Ja mos lajmëroj për surën më të mirë të Kur'anit. I tha, po, si jo, ja Rasulullah. Edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam i tha, Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Prandaj, ka ardhur a'dhamu sura, surja më madhështore, surja më e mirë, surja më e vlefshme. Të gjitha libra që i ka zbrit Allahu Azza wa Jall më herët, në një transmetim thot 104 libra, janë përmbledh kuptimet, gjitha kuptimet janë përmbledh në 4 libra. Kur'ani, Injili, Teurati, Zeburi, apo? Tash kanë thonë të gjitha kuptimet janë mbledh në Kur'an. Ndërsa të gjitha kuptimet e Kur'anit i gjejmë në surën Fatiha. Surën Al-Fatiha. Ndërsa krejt kuptimet e surës Al-Fatiha e gjejmë me një ajet që është në surën Al-Fatiha. Dietarët e kanë shpjeguar se në surën Al-Fatiha vllazni ka shumë sekrete madhore. Një ditë pejgamberi alayhi salatu wassalam ishte me Xhibrilin alayhi salam. Edhe po e ndëgjojnë një zo. E çaj zoni është zo kur të hapet dera që Allahu Azza wa Jalla mundsoi me ndëgju ata që ishin të pranishëm. Do të thonë, erdhi një zo prej nalt, edhe e çun kokën te nalt. Pastaj tha, është hap një derë në qiell që kur më herët nuk është hap. Diçka e re, diçka e veçantë po ndodh. Thot ka zbrit një melaçe, një angel që kur më herët nuk ka zbrit. Një angel që Allahu Azza wa Jall tash po jep leje me zbrit. Kur më herët nuk ka zbrit. Edhe ky angel i tash po jep selam. Edhe po thot, po të përgëzoj me 2 drita të cilat nuk ju kanë zbrit as një pejgamberi më herët para teje. Thot, surja Al-Fatiha, qelsi i librit, surja Al-Fatiha dhe 2 ajetet e fundit të surës Al-Baqara. Thot, nuk lexon as një germ, as një harf prej këtyre përveç se ka me të dhonë. Kanë thonë dietarë se surja Fatiha edhe këto 2 surat përmbajnë ose lavdat ose lutje. Kur lexon diçka me të cilën lavdërohet Allahu Azza wa Jall, shpërblimin ti e merr. Allahu ta jep shpërblimin. Ndërsa nëse e përmend një lutje që përmendën to, atëherë ty ka me të përgjigj ajo lutje, ka me të dhona ajo lutje. Kjo sure, siç thot Ibn al-Qayyim, thot është qels i të mirave dhe lumturisë së 2 botrave.